Kur xhehenemi shfryn mbi tokë. Në ditët më të nxehta të verës, kur ajri bëhet aq i rënd sa e kthen frymarrjen në një mundim, dhe në ditët më të ftohta të dimrit, kur akulli depërton deri në palës të eshtrave, njeriu shpesh mendon se kjo është thjesht një lojë e zakonshme e stinëve. Ne hapim kondicionerët, ngrohim shtëpitë dhe vazhdojmë jetën tonë pa reflektuar. Por, a keni pyetur ndonjëherë veten se ku e kanë origjinën këto dy skaje ekstreme? Se pikërisht nxehtësia përvluese dhe i ftohti mbytës provokojnë një ndjesi aq fizike dhe shpirtërore të papërballueshme te njeriu. Sipas urtësisë profetike dhe traditës synore, këto dy fenomene nuk janë thjesht përzierje atmosferike. Ato janë gjurma e një frymarrjeje të brendshme, një shfryrje e padukshme nga një botë tjetër, e cila na dërgon sinjale paralajmëruese çdo ditë dhe çdo vit. Shfryrja e xhehenemit. Për ta kuptuar se kur dhe pse shfryn xhehenemi, duhet i kthehemi një prej thënieve më dritëruese të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Ai na ka zbuluar një sekret kozmik se si funksionon lidhja mes atij vendi të ndëshkimit dhe botës sonë materiale. Profeti alayhis salam ka thënë: Zjarri i xhehenemit u ankua te Zoti i tij dhe tha: O Zot, pjesët e mia po hani ra tjetrën nga nxehtësia dhe ngjeshja e madhe. Atëherë Allahu i dha leje t'i bëj dy frymarrje, të shfryj dy herë, një frymarrje shfryrje në dimër dhe një frymarrje shfryrje në verë. Kjo është arsyeja pse ju ndjeni nxehtësinë më të madhe në verë dhe të ftohtin më të ashpër në dimër. Mendojeni këtë, sa herë që mesdita e verës bëhet aq e nxehtë sa nuk mund të qëndrohet në rrezet e diellit, ose sa herë që era e dimrit të ngrin gjakun në vena, ne po përjetojmë pasojën e atij çasti kur xhehenemit i jepet leje të nxjerrë frymën e tij drejt botës tonë. Pikërisht për këtë arsye, profeti alayhis salam kërkonte besimtarëve që gjatë gjithë ditëve të nxehta të verës ta shtyjnë faljen e namazit të drekës derisa të ulet pak nxehtësia, duke thënë: Shtyjeni namazin derisa të preskohet, sepse nxehtësia e madhe është nga shfryrja e xhehenemit. Shumë njerëz mendojnë se xhehenemi është vetëm zjarr dhe flak, por shkrimet hynore na zbulojnë se Zoti i gjithësisë ka përgatitur në të dy lloje ekstreme ndëshkimi, sepse edhe i ftohti ekstrem shkatron dhe djeg po ai sa zjarri. Allahu i madhëruar e përshkruan këtë realitet në Kuranin e madhërisëm kur flet për banorët e atij vendi. Ata nuk do të shijojnë atje as freski, as ndonjë pije të mirë, përveç ujë të baluar dhe lëng të ftohtë si akulli. Zemherir, Surja Nebe 24:25. Dhe në një jetë tjetër kur përshkruan fatin e të mirëve kundrejt të dëmtuarve, ai thot për banorët e xhenetit: Ata do të jenë të mbështetur në divane, e atje nuk do të shohin as diell përvolues, nxehtësi, as të ftohtë të ashpër. Zemherir, Surja Insan 13. Fjala zemherir në gjuhën arabe përshkruan atë lloj të ftohti ekstrem që të ngrin kockat, që të çan lëkurën dhe të shkakton një dhimbje mbytëse. Zoti i gjithësisë e krijoi xhehenemin në këto dy anë, një zjarr që djeg dhe një akull që ngrin, për të treguar se mosminjoja dhe refuzimi i së vërtetës sjellin shkatrimin e plotë e ekuilibrit të shpirtit. Profeti Muhammed alayhis salam përdorte çdo element të jetës së përditshme për të zgjuar zemrat tona nga gjumi i neglizhencës. Ai ne kërkonte të krahasonim ato që shohim me ato që na presin. Profeti alayhis salam ka thënë: Zjarri juaj në këtë botë, të cilin e ndezin bijtë e Ademit, është vetëm një nga 70 pjesët e nxehtësisë së zjarrit të xhehenemit. Shokët e tij të mahnitur thanë: O i dërguari i Allahut, pasha Allahun, edhe ky zjarr i kësaj bote do të mjaftonte për të ndëshkuar. Dhe ai u përgjigj: Ai, zjarri i xhehenemit, është shumë fishuar mbi të edhe 69 herë të tjera, ku secila pjesë ka të njëjtën nxehtësi si zjarri i kësaj bote. Sa herë që prekim një enë të nxehtë pa dashje, apo sa herë që ndjejmë djegjen e lehtë të një shkëndije, trupi ynë reagon menjëherë. Ai reaksion fizik është një përkujtues nga profeti alayhis salam. Nëse trupi ynë nuk e duron dot një pikë të nxehtësisë së kësaj bote, si do ta përballojë shfryrjen e vërtetë të xhehenemit? Por qëllimi i këtyre paralajmërimeve nuk është të na fusë në dëshpërim, por të na nxjisë drejt mbrojtjes. Zoti nuk na tregoi për nxehtësinë dhe të ftohtin e xhehenemit që të na friksoj pa shkak, por që të na mësoj si ta ndërtojmë burojën tonë sot. Profeti alayhis salam na ka lënë vepra të thjeshta që na mbrojnë nga kjo shfryrje. 1. Agjërimi në ditët e nxehta. Profeti alayhis salam ka treguar se agjërimi është një mburojë nga zjarri. Kush agjeron një ditë për hir të Allahut, Zoti e largon fytyrën e tij nga xhehenemi për 70 vite udhtim. 2. Lëmoshat, sadakaja. Ai ka thënë: Ruajuni nga zjarri i xhehenemit, qoftë edhe duke dhënë gjysmën e një kokre hurme si lëmosh. 3. Lutja e sinqertë. Profeti alayhis salam na ka mësuar se nëse një njeri kërkon mbrojtje nga xhehenemi 3 herë në ditë duke thënë: O Zot, më mbro nga zjarri,
Vetë xhehenemi thot: O Zot, mbroja të prej meje. Herën tjetër, kur të dilni jashtë dhe të ndjeni nxehtësinë përvoluese të korrikut apo të gushtit, apo frymën e akullit të janarit, mos e kaloni atë moment në heshtje. Kujtoni se natyra po ju flet. Kujtoni se ato janë thjesht një valë e vogël e shfryrjes së një realiteti të madh. Përdoreni atë ndjesi për të kthyer te krijuesi yt. Ndrojeni rrugën tuaj, fshini gabimet tuaja me pendim dhe mbushni ditët tuaja me punë të mira. O Allah, o krijuesi i qiellit dhe i tokës, ti që e kontrollon nxehtësinë e verës dhe të ftohtin e dimrit, na ruaj nga nxehtësia përvoluese e xhehenemit dhe nga i ftohti i tij i ashpër. Na jep hije ditën kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes tënde, dhe na mundso të hyjmë në xhenetin tënd të paqes, ku nuk ka as përvëlim, as akull, por vetëm kënaqësi të përjetshme.